Gati një vit pas zjarrit tragjik në diskotekën Puls, policia e Koçanit njofton qytetarët se ka filluar procedura për kthimin e sendeve personale të gjetura në vendin e ngjarjes. Të gjithë personat e lënduar, antarët e familjeve të viktimave, si dhe vizitorët që kanë qenë të pranishëm në objekt më 16 mars 2025 mund të tërheqin sendet e tyre. Sendet që ishin pjesë e procedurës së ekspertizës pas zjarrit përfshin gjë sende personale që u përkisnin viktimave dhe vizitorëve. Ndër sendet që do të kthehen janë telefona celular, kuleta, stoli, ora dore. Kthimi do të bëhet pas identifikimit paraprak nga pronarët ose nga antarë të afërt të familjeve të personave të ndjerë, thonë nga policia e Koçanës, duke shtuar se aksioni kthimit do të zgjasë nga sot deri të premten nga ora 9 deri në orën 18. Në zjarrin në diskotekën Puls në Koçan humbën jetën 63 persona, ndërsa mbi 200 të tjerë u lënduan. Për rastin e zjarrit në Puls janë akuzuar 35 persona fizik dhe 3 persona juridik, mes tyre janë pronari i Puls, persona të afërt me të, inspektor të institucioneve shtetërore, ish ministra, si dhe pjesëtar të agjencisë që siguronte kabaren dhe pronari i saj.